Cikloalkani më I thjesht quhet ciklopropan. 3 atomet e karbonit në cikël ose unaz janë në një rrafsh dhe mund të paraqiten me një trekëndësh të rregullt. Disa shembuj tjerë të cikloalkaneve janë ciklobutani, ciklopentani dhe cikloheksani. Njëjtë si të alkanet, cikloalkanet formojnë seri homologe, pasi që ata ndryshojnë nga njëri tjetri për një njësi CH2. Etil cikloheksani është një shembull I cikloalkaneve të zëvendësuara. Për të emërtuar këto hidrokarbure ciklike përmes rregullave IUPAC, së pari ne duhet të përcaktojmë numrin e atomeve të karbonit në unaz. Pastaj ja shtojmë parashtesën ciklo në emrin IUPAC të alkanit të padegëzuar, që ka numrin e njëjtë të atomeve karbon. Emërtimi I cikloalkaneve që posedojnë zëvendësues ose substituent në unaz bëhet në mënyrën e njëjtë si për alkanet e padegëzuara. Kur dy zëvendësues janë të bashkangjitur në 2 atome të karbonit fqin në një unaz të cikloalkanit, ka mundësi që të jetë një izomerizëm cis-trans. Për shembull, një presje 2 dimetil ciklopropani mund të ekzistojë si cis dhe trans izomer.